Jam I entuziasmuar dhe I nderuar që ta kem në pranin time një profesor fisnik nga Peja. Bëhet fjala për profin Isuf Krasniqi. Faleminderit që gjete kohën na u përgjigj në këtë intervistë. Faleminderit nga ju edhe mirë se gjeta. Si ju do të kja përvoj gjatë kësaj umre, ne për momentin imi në Medinë, më herët ishmi në Mekë, si tu do të kja përvoj? Spari, falënderimi takon të madhit Zot që na ka mundësue për më ardhë e me vizitu edhe Mekën, edhe Medinën, me bo këtë umre që nuk mund të përshkruan njeriu me fjalë, sepse është e pamundshme që të përshkruhet se si kem kalu edhe si kemi ardhur deri në momentet kur sot me emrin e Allahut po e përfundoj. A mundesh prof pak a shumë me na tregu për biografinë tënde? Kam parasysh që biografia juaj është e mbushur me përvoja dhe me mësime ndryshme, mirë po në përgjithësi në vija trasha. Une vi prej komunës Pejs, fshati im është Vranëc, lugi I Baranit I thojnë. Kom kry fakultetin e mashinerisë, jam profesor për viteve 92 në shkollën në mesme teknike Rifat Gjota, simdhans, dhe me namaz kom fillu më marë para 35 viteve. Në këto momente Allahu e boni emër që unë të vi ta vizitoj vendin e beku Mekën edhe Medinën. Falënderimi takon Zotit, po edhe juve edhe për kujdesin, edhe për interesimin, edhe për gjitha që keni bërë të pamundshme që ne të jemi sa më afër gjitha ritualeve dhe besoj që edhe na me ju, po edhe ju me neve e kemi kalu një po flas. S'di që është ta përshkruj ma bukur në këtë tema, apo këtë ritual fetar nëse mund ta quajmë ashtu. Definitivisht ne shumë ka qenë kënaqësi që kemi të pas bashkëpunëtar sikur ju me të cilët kemi kalu shumë çaste të bukura dhe me të vërtetë jemi ndjesë sikur një familje e përbashkët. E falenderoj Zotin, edhe unë I bashkangjit në këtij urimi me juve sepse të gjithë çka kemi qenë sikur të jemi një familje, se sa kemi qenë lidhur, sa kemi kalu bukur dhe sa jemi të kënaqur njerëzit që I ka bojë Madhi Zot emër në këto ditë që I kaluam për 9 ditës bashkë. A keni ndonjë mesazh për shikuesit tonë? Faleminderit këtë pyetje, ata që I kom njoft dhe I du dhe kom ndje për ta diçka I kom thirr nga ky vend I shenjt, I kom ftu që inshallah I Madhi Zot ata çka unë I due ja mundson edhe sa më shpejt I shoh në këtë vend të shenjt. Ky është mesazhi jam I fundit që inshallah çdo njeri e ka udhëzuar dhe e thirr me ardh në shtëpinë të Madhit Zot gjën në shon e hu. Na të falenderojmë prof për çdo kontribut që ka dhënë për vendin tonë, pa e marrë parasysh a ke dhënë atë kontribut në çështjen e edukimit brezave, apo edhe në aspektin e luftës lirimtare. Zoti është shpërblet edhe aty ka dhënë kontribut, është me të vërtetë një njeri I vlerave, kështu që Allah shpërblet me gjitha të mirat e tij. Edhe unë për ju e lut Madhin Zot, inshallah të përshëndet, të evlat të Allahut dhe çdo të mirë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit prof. Qofshin nderuar gjithmonë je. Ishte gjithmonë kënaqësi.